Zoti kryetar, kërkoni fjalën e procedurës dhe ju dëgjova pak më përpara që shprehet një shqetësim në lidhje me gjuhën dhe gramatikën në procesverbalin e kuvendit, por ende nuk kemi dëgjuar nga ju si kreu i kuvendit apo institucioni në lidhje me denoncimin publik që ka bërë kolegja e nderuar e kësaj salle, zonja Mariana Koçeku, që është kërcënuar nga bandat famkeqe të Shqipërisë. Kam ndjekur, teksa ka munguar komplet reagimi institucional, kam ndjekur edhe reagimin e kolegëve të së-majtës, të cilën e kanë quajtur një pretendim Instagrami, dhe madje dhe më rënda akoma duke thënë që sa kohë që banda e bajrave prezumohet e pafajshme, nuk mund të reagojmë. Prandaj, zoti kryetar, dua di nëse ju keni pasur kontakt, duam dim nëse Ministria e Brendshme dhe Garda e Republikës e ka marrë në mbrojtje deputeten, sepse ajo sot mungon në sallë, duke nënkuptuar që e ka të vështirë të kryejë funksionin e saj. Duam ta dim këtë gjë. Dhe së dyti, zoti kryetar, Parlamenti Evropian dje me urgjencë ka dëgjuar zërin e rinisë shqiptare. Ka miratuar një rezolut ku ka kërkuar moratorium për ligjin me porosi të 2024-s që lejon Edi Ramën të ndërtojë ku të dojë. Prandaj është e paimagjinueshme, madje është absurde, se si prej 18 ditësh ky parlament nuk flet për protestën e të rinjve, por flet Parlamenti Evropian. Dhe është e qartë se ata të rinj po e çojnë Shqipërinë në Europë dhe jo ky parlament. Ndaj nuk ka kuptim ky rendite, nuk ka kuptim që sot në këtë seancë ne të miratojmë amnisti penale, të largojmë, të heqin nga buxhet keqbërës, ndërkohë nuk flasin për të rinj që dalin në shesh. Të rinj që po flet gjithë bota, që gjithë media ndërkombëtare më serioze po e transmeton live. Dhe ky parlament hesht. Si mund të heshti ky parlament? Përfaqësues të kujt është ky parlament? Ndaj nëse ka një kërkesë, zoti kryetar, janë vetëm dy. Ktheheni çështje dite, mocion për debat, do të flasim vetëm për protestën, kërkesat e saj. Dhe nëse nuk ndodh kjo, keni guximin tjetër, atëherë shpëndajeni këtë parlament të turpshëm. Shpëndajeni menjëherë. Ka dalë rinia në shesh, kërkojnë zgjedhje të parakoshme, dorëheqje. Nuk ka kuptim të sillemi sikur s'ka ndodhur asgjë. Prandaj, zoti kryetar, ju lutem, ktheni përgjigje për çfarë kërkova në këtë seancë, dhe së fundmi, ju lutem shumë, mos e ktheni këtë parlament në një prokurori politike. Ditën e martë ka ndodhur një akt i rënd në këtë parlament, teksa kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe kreu i sekretariatit, zoti Manja, ka përjashtuar për 30 ditë kryetarin e partije, zotin Shehaj, cilën e keni apeluar, po jo vetëm kaq, më ka fyer dhe mua personalisht duke më mohuar fjalën në Komisionin e Ligjeve. Mos e ktheni parlamentin në një parlament prokurorie politike, zoti kryetar. Faleminderit. Në fakt e gjithë fjala juaj ishte për ta kthyer parlamentin në prokurori politike. Kërkesa që nuk lidhen fare me punën tonë të ditës. Ka institucione që ndjekin edhe pretendimet për intimidime, për kërcënime e tjera, nuk mund të merremi ne këtu në parlament. Nëse e keni për populizëm, ju lutem mos shfrytëzoni hapësirën e procedurës. Fjalimet politike bëheni ku të doni gjatë kohës që keni, por jo te procedura, sepse procedura lidhet me funksionimin e një institucioni shumë të rëndësishëm që është Kuvendi i Shqipërisë. Dhe edhe mos bërtit, zoti Shehaj, mos merr avantazhin e timbrit të veçantë të zërit. Çfarë po kërkoni se nuk e kuptoj? Çfarë po kërkoni? Çfarë? Urdhro? Nuk bëhet replik mbi replik. Fjala e zotit Balla nuk ishte diskutim, ishte replik, në përgjigje dhe një replik. Nuk mund të replikohet mbi replikën e replikës të replikës. Kjo është rregulloria, nuk e kam shpikur unë, e keni votuar vetë. Ju lutem, asnjëherë nuk është dhënë fjala për replik mbi një replik. Sipas rregullorës. Uluni. Ju lutem, uluni të vijojmë seancën. Gjeni një arsye tjetër për ta prishur seancën, po jo këtë, se kjo s'qëndron.
Të lutem zoti Noka, të lutem mos e prishni seancën për një normë që është vendosur në rregullore dhe nuk është shkelur kur. Ju lutem. Ju lutem. Mund ta dëgjojmë kolegun? Mund ta dëgjojmë kolegun Bido. Zoti Bido, fjala për ju. Të një mazokizmi politik ku Berisha në burg dëgjohet e egzaltohet Partia Demokratike, shohim absurditetet të mëdha. Shohim që dalin pro protestës ata të cilët kanë dhënë apartamente me familjarëve të tyre të entit banesave dhe dalin këta pro banesve. Flasin ata të cilët kanë përqindje në zonë të mbrojtur në Arameras dhe na dalin dhe atje nuk protestojnë në zonë të mbrojtur, shkojnë dhe protestojnë në një zonë tjetër të mbrojtur se s'ka aksione. Flasin për arsimin ata të cilët kanë zaptuar oborin e shkollës Koto Hoxhi në Gjirokastër dhe na flasin ata për arsimin. Flasin sot për të drejtat e këtyre protestuesve, njerëz të cilët janë qartazi në shkelje të neni 13 të kodit të sjelljes që përcakton se konflikti i interesit është ai subjekti i interesit privat që mund të ndikojë në kryerjen e detyrave publike të një deputeti. Ta zotrin këtu, të cilët zguxojnë që të flasin për çështjet e mëdha të kombit, këta zotrin të cilët zguxojnë që të flasin për konfliktin e tyre të interesit, na flasin ne sot në parlament duke bërë dhe zhurmuesin. Zoti kryetar. Mbani qetësi, ju lutem. Ju lutem. Zoti Bido. Jo s'mbaroj koha, se vazhdoj dot. Ju lutem uluni të vijojmë seancën. Zoti Bido nuk mund ta mbajë dot fjalën e vet procedurë në këto kushte dhe ka të drejtë. Ju lutem uluni. Kjo është mungesë, kjo është shkelje kodit sjelljes nga ju. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, siç ju respektoam ne të gjithëve ju kur folët. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, sepse kështu keni bërë politikën 35 vjeçare, e kanë të drejtë ata protestues që ju sulmojnë juve. Jo nuk po vazhdoj. Si flet ti flas dhe unë, jam duke folur. Ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Jo, zoti Balli, nuk po e prish shumë, përkundrazi. Kam një listë shumë të gjatë me fjalë procedurë, po ja u jap gjithëve fjalën një për një, megjithëse askush nuk po flet për procedurë dhe 5 minuta pushim. Rifillojmë seancën. Pika e radhës së rendit ditës është informim mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri, Bashkimi Evropian në kuadër procesit të negociatave të antarësimit. Ju lutem zini vendet. Ju lutem e sqaruam atë pikë tani, mos e prishni seancën. Ju lutem mos prisni seancën, pika është shumë e rëndësishme, lidhet me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm do të informojë mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të integrimit. Është pika procesi më i rëndësishëm historik. Ju lutem mos e prishni seancën dhe sidomos në pikën e gabuar. Duhet jemi të gjithë të interesuar të dëgjojmë, edhe publiku ka të drejtën të dëgjoj informimin nga foltore e kuvendit mbi konkluzionet e konferencës të ndërqeveritare. Tani kush po e prish seancën duket se kush po e prish duket.
Unë po kërkoj të vazhdoj seancën. Të vazhdojmë seancën. Ju lutem. Lironi foltoren për ministrin e jashtëm. Lironi foltoren për ministrin e jashtëm. Nuk e la të vazhdojnë. Cila është procedura? Kjo është procedura. Ju ftova të flasim procedurë, nuk keni pika procedurë, doni të prishin seancën. Ju lutem mos e prishin seancën. Mos e prishin seancën. Fjalën nuk e shpërndani ju, zoti Balli, ju shpërndan lista rregullorja, agenda, rendi ditës për të cilin kemi rënë dakord dhe është vendosur. Ju lutem. Në zbatim të rregullores, së pari duhet të uleni. Në zbatim të rregullores, foltorja nuk bllokohet, kolegët dëgjohen, nuk ndërpriten, fjala nuk merret me dhunë, me forcë, nuk merret kur e do, këto janë pikat e rregullores. Këto janë pikat e rregullores. Asnjëherë. Është e pamundur të merrni fjalën në këto kushte. Kur e kam bërë? Kur? Ju lutem. Ministri i jashtëm e ka fjalën për një pikë shumë të rëndësishme, informim mbi konkluzionet e konferencës 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të negociatave të antarësimit. Lironi foltoren. Treqe vëmendje për zotin Flamur Nota. Për të qetësuar ju, kërkova 5 minuta pushim që të qetësoheshit. Për qetësim, për meditim, ju lutem, mos shkelni rregulloren, gishtin mos ma trego mua asnjëherë, uluni. Mos më trego me gisht. Mos ma dreto gishtin. Uluni. Ju lutem lironi foltoren. Kush jeni ju që prishni seancën? Kush jeni ju që bllokoni foltoren? Ju lutem uluni. Si mund të bërtisni për rregulloren ndërkohë që jeni ngritur gjithë po prisni seancën? Zoti Noka, seanca nuk është arenë gladiatorësh. Trupin mos ma trego mua, ju lutem uluni. 15 minuta pushim.